organizuar nëpërmjet individësh prestanome pa historik të kapitalit financiar të justifikueshëm. Në këto 12 vite nuk ka pasur një strategji afatgjatë dhe politika të ndërmarra me një natyrë që të favorizonin biznesin dhe të rrisnin turizmin, por ka pasur natyrë favorizuese në politikat e ndërmarra për të fuqizuar klientët e pushtetit në tokat publike me ligjin e investimeve strategjike. Shqipëria ka ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura. Në fakt i heq mbrojtjen këtyre zonave dhe ju hap rrugë ndërtimit të komplekseve të vilave, hoteleve, resorteve dhe në fakt është ana tjetër e ligjit të investimeve strategjike. Ligji i ri i zonave të mbrojtura sjell pasoja degraduese në mjedis, si dhe shkel nenin 108 të marrëveshjes të stabilizim asocimit, dispozitë e cila i referohet degradimit mjedisor. Ligji për herë të parë nuk synon për afrim me legjislacionin e Bashkimit Evropian, por bën të kundërtën, ka një efekt përlargues me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Opozita e ka çuar këtë ligj në gjykatën kushtetuese dhe pret të shqyrtohet në ditët në vijim. Në të gjitha progres raportet për Shqipërinë, gjithmonë ngrihet një shqetësim themelor, është ai i ndërtimit të aeroportit Vlorës në një lagun, në një zonë të mbrojtur dhe kërkohet ndërhyrje për të ndërtuar në një zonë tjetër e cila nuk dëmton natyrën. Parlamenti tashmë ka kthyer në traditë që ka formalitet në praktikat e konsultimit publik, ku asnjë nga sugjerimet e shoqërisë civile, ekspertëve, faktorëve social nuk merret parasysh. Ligjet kalojnë siç vijnë nga qeveria dhe shpesh janë ligje me porosi nga klientët e pushtetit. Mjafton të sjellim në vërmendje ligjin e sapo përmendur për zonat e mbrojtura, ligjin për lojrat e fatit, ligjin për koncesionin e Butrintit, ligjin për investimet strategjike, ligjin për aeroportin e Vlorës, ligjin fusha për teatrin, ligjin për Akademinë e Shkencave e shumë të tjerë. Ku pavarësisht kundërshtimeve publike të aktorëve, faktorëve, grupeve të interesit dhe në shumë raste dhe të ndërkombëtarëve, si në rastin e aeroportit të Vlorës, përsëri kalojnë me lehtësi pa marrë asgjë parasysh. Në lidhje me mjedisin, qeveria me sa duket ka kuptuar që gjelbërimi do të thotë edhe mbjellja e kanabisit. Në vitin elektoral u përcaktuan të mbillen të paktën 1 miliard e 200.000 rrënjë kanabis sa kur ndonjëherë në histori. Dhe të gjitha tashmë nuk janë më bim klandestine, por do të jenë bim të mbjella me certifikat shteti. Qeveria ka shpërndarë në mënyrë të palishme leje për mbjelljen e mbi 29.000 hektarëve drogë, ndërkohë që ligji që kaluan vet parashikonte vetëm 200 hektarë në total. Ky veprim është përdorur si një formë blerje masive votash në kundërshtim me ligjin dhe konventat ndërkombëtare. Kriter i rëndësishëm mbetet menaxhimi i mbetjeve dhe ndotja. Në Shqipëri ka mungesë në një sistem efektiv për menaxhimin e mbetjeve dhe ndotja e mjedisit është problem themelor, sidomos në Bregdet dhe në zonat e mbrojtura. Ky problem është përmendur dhe në raportin e Bashkimit Evropian, i cili vë në dukje ndikimin negativ të ndotjes edhe në perceptimin e Shqipërisë si një destinacion i pastër dhe natyror. Kujtoj këtu Vlorën, që në këtë kohë që ne flasim, zgjohet në mënyrë masive me djegje të mbetjeve, të cilat shkaktojnë ndotje të paimagjinueshme në një nga zonat që duhet të ishte më turistike të vendit. Në Shqipëri u harxhuan miliona euro dhe vazhdojnë të harxhohen për futjen e metodës së incenerimit. Në fakt, asnjë incenerator nuk funksionon, as ai i Elbasanit, as ai i Fierit dhe aq më pak ai që nuk ekziston në Tiranë dhe që merr 80.000 euro çdo ditë nga taksat e qytetarëve. Një aferë në fakt 400 milionë euro që problemin e mbetjeve thjesht e ktheu në një problem korrupsioni dhe ende gelet i pazgjidhur. Qeveria me politikat e ndërmarra tregon qartësisht që nuk ka shqetësim mjedisin dhe as prioritet turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm, por ka shqetësim pasurimin e klientëve dhe oligarkëve që u sigurojnë para dhe vota dhe prioritet mbajtjen e pushtetit me çdo kusht.
Shumë faleminderit.